ajo ecje zbardhur është terapi. Tashmë është bërë terapi kështu internacional, sepse studimet tregojnë që njeriu sa më shumë të ecë zbardhur, s'po flas për beton, po flas gjithmonë kontakti me tokën, ëh? Po. Merr shumë energji. Edhe është terapi shumë e mirë, si për muskujt, si për gjakun, domethënë për lëvizjen e gjakut. Domethënë, është bërë studim që njerëzit që ecin zbardhur, një nga arsyet që nuk kanë fare kështu infarkte nga këto historitë me zemrën. Fare, nuk e. Po kështu, për shembull në parket apo në pllaka, ti je nëpër shtëpi, nuk ka efekt aty? Ja, aty s'ka efekt, biles aty më mirë mbaj pantofla. Jo, me këtë logjikë që thoni ju që kjo boga shumë mirë, këta ekipet afrikane. Realisht, për te Po këto do të kishin dalë kampion ku diun sa herë më burr. Po s'kan dalë ndonjëherë. Po s'kan ditë ku si Po ka nesur zbatur brazilianë. Më tha dhe mua një miku. Ka nesur kanë dalë brazilianë. Po, më tha dhe mua një miku im, shikova se këta tha vrapojnë, këta tha bëjnë tha janë namizi, këta kjo nuk është maraton, ë? Është futboll. Është me top. Po futbolli po shkon drejt vrapimit akoma më shumë. Shikoj, po më mirë, e di sa larg do jetë ajo koha kur do dalë një ekip afrikan kampion botë. Tani futbolli ne të gjysmë e kapim mirë. Domethënë, lojtarët për te gjithave këtyre që tham, për te gjitha këtyre, unë po them edhe një herë që ne nuk do e kapim, paktën ne të dy, ne ekip afrikan kampion botës. S'do ketë shans. Që është rrit cilësia, është rrit. Këtë e themi çdo herë ne. Sa vite ka që e them po barazohet, po çka kaluaja do marrojnë punë shpejt. Europa mbledh koncentron gjithë talentat. Por ato tash po ushqehen më mirë. Në Afrikë. Po patjetër, po jetën e kanë më të mirë. Po e kanë në Europë në Afrikë edhe më të mirë. Edhe në Afrikë. Kur vinë në Europë, okay. Edhe në Afrikë nuk është e njëjta, janë po ato që kualifikohen. Problemi më i madh. Janë po, domethënë do ta bëjnë një moment kolektiv do biri dasin kost. Nuk e di. Problemi më i madh. Ti je shumë i ri, që ti do ta shohësh me sytë tuaja. Nuk do ta kapim. Ti do kujtosh emisionin e Sulgjës që i ke Ka përshtypje se nuk do arrijë Wendy, ç'a mendon për futbollin? Po Sulgjë të arrijnë me vdekje, jetojnë shumë to. Eci, Arian, përqendro te pyetjet, Arian, lutem. S'ka një shprehje si sa ata i kanë gjitha cilësitë. Këtu në emision. Respekte. Kanë çdo cilësi, por atyre mungon domethënë drejtimi. Ky është problemi. Kanë çdo cilësi, kanë domethënë ato stërvitjen që kanë. Po prandaj janë komisionet trajnerët kanë marrë pafund. Po pra, po nuk. A di ku është problemi më i madh? Problemi më i madh. Emrat e mëdhenj. Valtin, emrat e mëdhenj nuk po ngjallin më frikë. Po. Gjermania, Ariani ka luajtur, Ariani dikur ka luajtur ka luajtur zbas. Edhe unë kam arritur zbas, nuk e di po goni, ka arritur. Edhe unë kam luajtur. E ka arritur? E ka arrit? Po mirë, për shembull, ti ta mbash ndonjëherë dy herë, ha merre një herë kështu si kampion. Jo, mos bëj kështu tani Po jo fitne pra, merre kështu xhongli me një herë. Vazhdi me këtë histori. Po jo pra se Gjergj Stefa erdhi, ngriu çik kështu. Jo, ta bësh kështu. Po jo ul, jo. Po aty është marrë fiti që unë. Po. Mirë. Pardon. Jo, Gjershiku. Do të bëja kështu portierin. Për pak basket. Ariano, në befasove dhe në karike, ti? Sa e mbajte në karike? Karike, ku t'ju se nëmëron, thashtë të bëjë nëmëron ti? Pite regjizorit. 4. Si duk profesor Ariani? 4 e mbanë kjo 5, 6. Dita mbash ti kështu me këmbë? Jo, nuk.